Pasi u bë publik arrestimi i serbëve nga policia e Kosovës në Gjakov dhe Prizren, ka reaguar zëvendësministri në detyrë i drejtësisë Blerim Sallaku. Ai ka shkruar në Facebook se shqyrtimi i akuzës dhe gjykimi i terroristëve serb në rastin e Banjskës duhet marrë sa më shpejt në epilog. Shqyrtimi i akuzës dhe gjykimi i terroristëve serb në Banjsk duhet merret sa më shpejt epilog, duke përfshirë edhe shpalljen e listës serbe si organizatë terroriste, secili gjykim tjetër i gjykatës kompetente është synim brutal i sigurisë shtetërore të Republikës së Kosovës, ka shkruar ai. Aksioni i policisë së Kosovës, ku janë arrestuar disa serb, e ka komentuar edhe Haxhi Avdyli nga lista Guxo. Ai thotë se lufta speciale hibride e Serbisë me ndërhyrje nga jashtë dhe koordinuar me agjendat e saj të brendshëm nuk është ndaluar asnjëherë, po vazhdon edhe këto ditë. Qëllimi është destabilizimi i situatës politike, nxitja e revoltës e pakënaqësisë së brendshme dhe më pas rikthimi i udhëheqësve të dobët politike të dëgjueshëm e të shantazhueshëm, e që përmes tyre të arrijnë qëllimet e shtrirjes së ndikimit politik-ekonomik serb, thot Avdyli. Ai madje thotë se qëndrimet e klanet serbe i dëgjojmë edhe çdo natë në televizorët tona, edhe nga disa shqipfolës. Por Kosova ka institucione të forta, ka liderë që u lexojnë letrat, që nuk shantazhohen, ka qytetarë të pjekur, politikisht e kombëtarisht, që nuk manipulohen. Prandaj edhe këtë betejë do e fitojmë, siç kemi fituar edhe luftrat, bashkë me ju. Bashkë patriotët e mi ne do të fitojmë sepse jemi në rrugën e drejtë, ne do t'u atëqirim maskën qëllimeve perfide serbe dhe argatëve të tyre, vlerëson Avdyli. Ndryshe në një operacion të përbashkët të realizuar në 2 ditë nga organet tona të sigurisë, u ndaluan gjithsej 16 personë. Të ndarë në 4 automjete me targat të Kragujevcit të Serbisë, struktura e të ndaluarve ishte e kombinuar, ku 4 prej tyre rezultuan të jenë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë së Serbisë. Sipas të dhënave fillestare, dyshohet se këto grupe kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për caqe të mundshme, pasi janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dëmtar të grupit terrorist të Banjskës.